mirë se po takohemi në terminin ton të rregull në ora 16 në televizionin Kanal 8. Të dielën emisionin Familja Jon e nisim me psikologën klinike Antigona Qenaj Sejdiu, me të cilën flasim për përfitimet e agjërimit në shëndetin mendor. Agjërimi njëjtë sikurse në shëndetin fizik ka shumë benefite edhe në aspektin psikologjik, duke fillu prej uljes së nivelit të stresit, sepse Në pjesën e dytë, me doktoresh Lindita Islamin Albani, flasim për implantet dentare. Ka ndoshta ndonjë lëvizje para dentopati ose ndonjë frakturë dhëmbet ku nuk ka infeksion, atëherë implanti mund të vendoset më njëherë në hapësirën ku dhëmbi nxjerret. Në bllokun e tretë i kemi këshillat për shëndetin e syve nga Klinika Gjermane e Syrit. Sot do të flasim për kataraktën, apo siç njihet në popull perdën e syrit. Nga tereni sillim detaje rreth pikës më të re të Royal Imaging Center. Edhe në pjesën e kuzhinës, nutricionistja jona sjell një ide për një syfyr të shpejtë e të shëndetshëm. Karbohidratet, edhe yndyrnat e shëndetshme për shkak këtë rasti kemi prej avokados, edhe të njëjtën ku vajin ullirit e kemi përdorur tek tortilla. Edhe ky është një vakt ideal edhe i shpejt për me përgatit. Për këto dhe shumë çka tjetër, takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Pozhegu Brothers, Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Poliklinika Da Vinci, Royal Imaging Center.